Kështu që ideja është me deeskalu sa më shpejt. Prandaj e pova shumë të rëndësishme që sot ngështohet në krejt listën e 5-6 pikave të agendës që ka pas për energy security, për sigurinë energjetike, për resurse, për luftën në Ukrainë, e ka zhvendos në pikë të parë çështjen e Iranit edhe ide, me sa pova se tash nuk e dim ende krejt çka ka ndodhur brenda prej takimeve, po me sa po shihet fokusi i Gështaçit ka me qenë me gjithë mënyrën për me deskalu situatin. Na ndrum, domethënë na morëm me kuvendin ton, morëm me këto. Kisha dashur veç edhe 2 pika tjera me ngrit shumë shkurt. Tu e marr parasysh sa fragile është bobota dhe siguria që ka eskaluar në përgjithësi, dhe gjeopolitika është kogja jo stabile për momentin, është shumë e rëndësishme që Kosova me kuptu, Kosova po them qeveria, institucionet, gjithë na që jemi këtu si shoqëri me kuptu, veç po du me boqetik, me kuptu që tash nuk është momenti për mjegulli strategjike apo strategjike ambiguity. Qëto e diskutojmë. Në fakt, na si kem kuptu as luftën e parë, as dytën botnore, qa kem që se kuptojmë as tretën. Totalisht, të më thonë 2 lufta e kena huqë. Ja kena huqë. Së të pare, sa edhe dytën pak. Qa kem që se huqë me dhe tretën. Ja kena huqë komplet. Po thuja. Besoj që thelbi edhe në shumë vene që diskutohet është pse tash, pse ky konflikt mes Izraelit dhe Iranit po ndodh tash, edhe normalisht që edhe ky konflikt në këtë formë që ka marrë, që është serioz, edhe unë nuk besoj që është konflikt që ka fillu për të ndalur shpejt dhe pa konsekuenca. Unë nuk besoj që ndalur shpejt, dhe nuk besoj që nuk ka ndryshim, rrjedha, konsekuenca të tjera në Iran dhe rreth Iranit, më shumë se sa në pjesëra. Po, thelbi mbetet që për mu, pse tash është për shkak se kjo situatë nuk është e izolume prej keq ka ndodhur në botë. Tash për tash, shpesh edhe në këtë studio kemi thonë që komuniteti ndërkombëtar, ato që ka ekzistu, pothuajse nuk ekziston më. Agjencia Besa përmene agjencia ndërkombëtare për e cila e ka detyrim inspektimin edhe inspektimin e rregullt, e ka në farforme ka heq dorë për Iranit, duke thonë se Iranit definitivisht dhe zyrtarisht nuk po i përmbush obligimet e veta. Dhe ajo çka është tepër e dukshme është që Izraeli për mu, Izraeli po lufton për ekzistencën e vetë, po dorën zemër është duke luftu edhe për ekzistencën e një sigurie rajonale edhe ma gjanë, duke nga përshi edhe neve, pastaj besoj që mujna me diskutu se është ndiku. Pra Izraeli po lufton për ekzistencë, edhe kjo ekzistenca e Izraelit në raport me Iranin, dhe sepse Irani e dini, është një prej shteteve kryesore të asaj që Bushi i riu e quan të boshti së keqës. Duke përfshi Korenë Veriore, Kubën, Venezuelën, tash edhe mund të përfshihet edhe Rusia, Kina e të tjera, pra po flasim për shtete ose aktorë shtetëror që janë të papërgjithshëm, janë jo serioz në obligimet e veta ndërkombëtare dhe kanë synime shkatruese tek të tjerëve. U përmend Hezbollah, u përmend Houthi, u përmend Hamasit, gjitha këto që kanë qenë proksit ose moshat e Iranit për të luftu Izraelin, edhe mos harroj me thonë që Irani zyrtarisht si shtet është i vetmi i cili ka deklaru plan kombëtar për zhdukjen e Izraelit. Pra, ky plan nuk ekziston në asnjë shtet tjetër. Dhe pikërisht këtu është pyetja. Prandaj edhe debati në botë sot është sepse izraelitët në formë këtë qartë janë të thonë. Komunitetet ndërkombëtar nuk është ai që ka qenë, ne nuk i besojmë që ky komunitet ndërkombëtar mund ta ndalë Iranin tash në arritjen që është çështje pak javësh në arritjen e armës nukleare dhe ne në mënyrë parandaluese kemi të domosdoshme. Ajo që duket për mua e qartë, edhe që besoj që edhe njerëzit në Kosovë do duhej t'ja dinë për nder në këtë situatë Izraelit, është edhe shkatrimi i disa prej fabrikave kryesore të
dronëve të cilët Irani me shumicë, mbi 24.000 dronë Shahed ja ka shitur Serbisë, që janë dronë kamikaz, me për mosa më të vogla deri 26 kg eksploziv, për cilët i ka shit në Serbi dhe është të qorë se Serbia pasaj, nëse jo vetëm ndaj nesh, edhe ndaj Bosnjë e Hercegovinës apo të tjerëve, ka synu ose planifikon që herë do kërda, të përdorë, po sa të vije mundësia. Pra, njëna prej fabrikave kryesore, cilat Vučići ose Serbia i ka ble në Iran, definitivisht është shkatru si pas njoftimeve publike. Ajo që po ashtu është me rëndësi është që Kosova, gjatë këtë kësaj kohe, madje edhe Shqipëria, sepse dini që në Shqipëri ka prezencë të disidentëve ose mujahedinëve të Iranit me vite tona, e trajton Iranin si shtet armiqësor, me qëllime armiqësore ndaj Kosovës, njëjtë, afërsisht, me specifika tjera, po njëjtë si Rusin apo shtetet e tjera. Prandaj unë besoj që edhe është e mirë që edhe publiku me kuptu që na po flasim për një shtet armiqësor, i cili është armiqësor edhe ndaj nesh. Jo, nuk po flasim vetëm për rajonin atje, është armiqësor edhe ndaj nesh dhe ka pas synimet për hapjes të influencës vetë edhe politike, edhe diplomatike, edhe ushtarake, edhe kulturore në Kosovë edhe në rajon, dhe si til ka pasur në vazhdimësi individ ose shtrirje të rjetëve të veta armiqësore ndaj Kosovës, me synimet mbledhjes së informacioneve për infrastrukturën kritike të shtetit Kosovës, prap me qëllime armiqësore dhe jo të partneritetit apo zhvillimit. Ka pasur edhe arrestime në vazhdimësi, pra unë po them se shteti Kosovës në kuptimin e sigurisë kombëtare, në këto lëvizje e sheh Iranin si shtet armiqësor, sepse ka pasur qasje të tillë, prandaj po flasim për një situatë, cilën kur ky komunitetin ndërkombëtar që nuk është i aftë apo në gjendje që të garantoj ndaljen e pasurimit të uraniumit ose armës nukleare për një shtet në regjim teokratik, totalisht jo demokratik, po të dhunshëm edhe terrorizues ndaj qytetarëve të vet, normalisht që Izraeli e ka pas të domosdoshme edhe të pashmangshme intervenimin për me nol këto kapacitete. Shka pres unë, shkurt, unë pres që Irani do të ballafaqohet, në fakt, për shkak të epërsisë të jashtëzakonshme të inteligjencës së Izraelit që e ka dëshmuar me këto sulme, pra mos harroni është pothuajse e paparë, që brenda pak orësh numër i madh i gjeneralëve të ushtrisë, duke i përfshirë ata kryesorët e ushtrisë së Iranit, shkencëtarëve të tjerëve të eliminohen me një operacion jashtëzakonisht mirë të përgatitur, dhe kjo dëshmon epërsi inteligjencë më shumë se sa epërsi ushtarake. Pra sepse është identifikim, detektim, përcjellje, monitorim e të tjera, pra që është shumë se sa vetëm ai sulmi i momentit. Regjimi atje duhet të rrezohet, është e domosdoshme. Epërsia edhe teknologjike, pra se më hynë në mision, thash pra kom pas përshtypjen që janë pak më afër njëri me tjetrën, pra janë dikun 2000 kilometra Izraeli me Iranin, e që i bjen si me nis na stash një bombe për Zvicër. Pra me gjyt atje. Absolutisht. Domethënë, megjithëse po mrin vetëm me aeroplan. Regjimi atje unë besoj që duhet të shumë larg që ka luftohet me qasi preciziteti, pra që i vret ata në Ministritë Mbrojtjes, e vron atë shefin e shtabit aty, si më thon si kur gjë heq. E njek aty nëpër ato dhomat me dranë dhe e godet. Është përveç epërsis të shërbimeve, fakt vyn edhe teknologji. Nuk ka fare diskutim. Po fakti që ka kaq epërsi të inteligjencës shërbimeve, e ka mundësu një operacion pasaj kash godetës edhe kash të sakt. Regjimi atje edhe duket që pra lemrimet janë serioze që edhe Hamenei
mund t'jetë target, duke që Trump e ka është deklarat herën e parë, Netanyahu sot prapë tha që nuk e përjashton. Thot, vrasja e lideri suprem do të ishte fundi i konfliktit, jo fillimi. Pra, për shkak se si duket pra ta shkret llogarisin në këto, në pakënaqësinë popullore në Iran me liderin suprem, pra që i bie e vrasim liderin suprem dhe kjo nënkupton që dhe nëse guxoj vesh një fjali këtu me veprimet për rrëzimin e regjimit të jo stabilitetin e mendshëm pasaj është e domosdoshme e pritshme reagimi masiv i kurdëve në Iran, që janë dikon mes 9-10 milion banorëve, pra gati 10% të popullatës në Iran, të cilët janë jashtëzakonisht të afërt edhe me lidhje familjare madje me peshmergat në Irak, edhe me sistemin e tyre, sikurse edhe pjesa tjetër e sunitëve që janë rreth kufirit me Afganistanin, që mos harroni në 2 vitet e fundit ka pasur incidente të vazhdueshme mes talibanëve edhe Iranit, por që nuk kanë rezultu pastaj në një konflikt hapur. Pra, besoj që pastaj brenda... Qdo pak me parasetojnë të tema, kjo që thot që e arsyeshme si luftë kuptimin e Izraelit. Gola ma herët tha që ky konflikt e vë në një pozicion Iranin, si me thonë, nëse po të me të interpretu, si një mbrojtësi islamit, pra krahas Arabi Saudite ose Turqis, për shkak se po dalim për një kontekstit që deri para 2 jave, bota është përfshirë në protesta për ato që ndodhte në Gaza. Pra, edhe kjo tash që vjen një konflikt i armatosur me Iranin. Fakt, a është, që me thonë, a është servilitet nëse themi që Izraeli e ka mirë, apo qëndron, edhe nëse po, për shka qëndron. Pra, pse ishtë dashtë me i thonë që si arshytimi, që Izraeli ka drejt, mirëja ka bo Iranit,